Vazhdojmë me pikën e 5. Projekt vendim për zbatimin e projektit me titull Projekt vendim për zbatimin e projektit me titull pjesëmarrësit në kuadër të instrumentim para antarësimit në integrimit, programi i bashkëpunimit ndërkombëtar Greqi Shqipëri për përfshirjen e fondeve në programin buxhetor. Ç'është kjo? A janë ty e këtë këtu? Jo. Po, hajde, ç'është? Po. Atë relacioni është për zbatimin e projektit Pajismarter në kuadrin të instrumentit të parandarësimit Interreg, programi bashkëpunimit ndërkombëtar Greqi Shqipëri dhe kërkon fondet të përfshirjen në programin buxhetor. Tani me projektin Pajismarter pushimi është njohur dhe më përpara. Ky projekt adreson rrezikun në rritje të zjarreve në krye në rajonin ndërkombëtar Greqi Shqipëri. Është një zonë dhe një rajon gjithë e prekur nga ndryshimet klimatike, braktisja e tokave, ndryshimi i biomasës. Duke qenë se ne kemi kërkuar një parafinancim për zbatimin e projektit, ky parafinancim ka ardhur në thesar dhe ne kërkojmë që këto fonde të bëhen pjesë e programit buxhetor. Është një parafinancim në vlerën. Ky është vendimi që diskutuam mbledhjen e parë? Ky është projekti i parë, Pajismarter. Por projekti Klimax do të flasim pas këtij. Për Klimaxin kemi diskutuar atë e parë. Po ky është për të rregulluar marrëdhëniet me Shqipërinë me Greqinë? Kosto totale për 179.500 euro. Këtu jemi 4 partnerë të këtij projekt, 2 kemi partner grek dhe 2 partnerë janë shqiptarë, që është Bashkia Jonë dhe Agjencia Kombëtare e Pyjeve. Projekti ka një bashkëfinancim prej 15% dhe kjo do mbulon nga kostot e stafit të bashkisë. Si nga kostot e stafit? Do të tokë në stafit të llogarit projektit për fondë që Se kjo stafit pro fonde do të përballohen nga kostot e stafit. 15% që i takon bashkisë. Cilat janë kostot e stafit? Cili është ky stafi do paguaj për këtë gjë? Po, Renat, më është pak letë dhe... Mos se kanë më fund me kryetarin, po e ta serë pak se nga... Ta serë se ka përëzine. Atër përshtetët gjithë, njërë është me si e madhe që jam bashkinë Libovë sot, edhe që vini bashki që shkuet për tradita, për kulturë, për historikë, që është identitet kombëtar dhe inshallah, zotit, dhe njërë... Unë jam Aleksandr Todi, jam drejtori i promovimit dhe shëndimit të industrisë së turizmit, projektet të huaja dhe emigracionit dhe diasporës bashkëndë e Belenës. Kam qenë kolegë me Mini 10 vite, 12 vite kam përkuar si përgjegjës i kabinetit të bashkisë të Belenës dhe sot vazhdoj dhe shqiptari ish kryetari i bashkisë të Belenës. Në fakt kam ardhur sot për të mbështetur me kërkesë të institucionit të bashkisë të BOO për ekspertizë, në fakt në lidhje me 2 projekte të huaja. Është fati madh që për të parë Bashkia e Bosnjës ka përfituar 2 grante nga Bashkimi Evropian, të cilat përfojnë në kapitulin 22 të antarësimit të BE, dhe është kënaqësi e madhe në fakt që Bashkia e Bosnjës ka arritur standardin. Ne si Bashkia e Belenës atje prej 10 vitesh, në faktën kemi arritur të fitim rreth 1 milion euro grante nga fondet e Bashkimit Evropian. Unë kam qenë drejtues e projekt menaxher për disa vite domethënë dhe për shkak të kësaj eksperiencë kam ardhur që të asistoj dhe bashkëpunimi i Bosnjës në mundim për të kolegës Adës, e cila ka bërë punë shumë mirë në një të asaj këtu. Këto 2 projekte në fakt janë projekte që lidhen të dyja me klimën, janë prioritete globale. Në fakt Bashkia e Bosnjës është bërë pjesë e një konsorciumi shumë të madh për 60 vendesh anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat në vitin 2022 është lançuar një program i cili ka në fokus klimën, pra mbrojtjen nga rreziqet klimatike siç janë zjarret dhe përmbytjet që janë fenomene globale sot. Po flas për Klimaxin.
Ky projekt konsiston në përgatitjen e dokumentacionit të rëndësishëm i cili më pas i hap rrugën pra institucionit Bashkisë Libohov për të aplikuar në grande të drejtë për drejta në Bruxelles, pra në fondin e Bashkimit Evropian me antarësi. E njëjta gjë vlen edhe për Fire Smart, është një projekt që është cross border dhe lidhet me Greqinë, janë fonde të cilat kanë shumë vite që zhvillohen dhe Bashkimi Evropian ka programe specifike të cilat i lançon për të ndihmuar vendet e rajonit ose vendet e Ballkanit Perëndimor, siç është Shqipëria, Maqedonia, Malezi, që nuk janë anëtare, por që duhet të anëtarësohen, dhe kanë forma të cilat ata integrojnë ose investojnë, pra shpërndajnë investime me qëllim që të rritet standardi i institucioneve vendore, siç është Bashkia e Libohovës dhe Pedenës Gjeronasë ose Miqer, dhe për të bërë pjesë e tyre, pra për të kuptuar se si proceset ndërmerren vendimet, se si hartohen projektet dhe si zbatohen ato në nivel po themi Europian. Si për Klimasin, si për Fire Smart, për të dyja këto projekte, vitin e kaluar 2025 është mbajtur tek në Barcelonë për sa i përket Klimasit, është bërë një prezantim paraprak në bashki. Ku kemi marrë pjesë në bashkisë, domethënë përfaqësuese në Bruxelles, ku janë ndarë natyrisht detyrat. Pra, është një projekt që ka një anëtarësi shumë madhe dhe është lançuar për parë në 2022. Nga Shqipëria është vetëm Beqi dhe Libohova që ka marrë pjesë në këtë niveli. Ajo që është diskutuar aty është diskutuar lidhje me këto çështje që folën, lidhje me përmbytjet dhe me rrezikët klimatike dhe me hartimin e dy kuadri ligjor dhe pakete po themi të planit po themi të veprimit ose planit menaxhimit, domethënë. Kjo i hap rrugën i projekteve më madhore, sepse është projekt pilot, si për Shqipërinë, si për vendet anëtare, të cilat sigurisht kanë bërë progrese më të shpejta për shkak të njerive dhe kapaciteteve që ka si institucione. Bashkia e Libohovës, në fakt, ka arritur të zbatojë me sukses dhe ta përfitojë këtë grandi, është rreth 130.000 euro, vlerë e cila konvertohet mbi bazën e bankës në moment që bëhet ndryshim buxhetor dhe reflektohet në buxhet. I referohet kursit të këmbimit të banën e Shqipërisë, që të heqëm e të... Jo, s'kam bërë. Kuj, i nga Shqipëria, nëse do bëjmë. Po, falem. Pa problem. Dhe është shumë e rëndësishme në fazën që jemi sepse procesi po vazhdon. Pra, puna është kryer, produkti është miratuar, pra është konfirmuar nga pala liderit, nga drejtuesët e projektit në Spanjë, sepse ata janë drejtuesët e këtij projekti. Pra është miratuar dhe nga ardhur dhe fondi. Ajo që duhet të bëjmë në këto kushte, që flasim sot, është ky fond të kalojë te kapitulli 02, që janë grandet huaja, me qëllim që të zhvillohen procedurat që e nevojshme për të mbyllur gjithë procesin, sepse këtë klimaksit. Në të njëjtën fazë jemi dhe me projektin Fire Smart, do të thotë zjarret e zgjuara. Çfarë ka në fokus ky projekt? Unë kam qenë përpara 3 vitesh me autorizimin e Bashkisë Libohovës, kam qenë në Janin, ku partnerët atje kishin zhvilluar para, domethënë kishin nisur para në projekt dhe kishin zhvilluar një hartë, po themi, territoriale të pyjeve dhe zonave të rrezikuara, kishin instaluar pajisje inteligjente, të cilat diktonin pymin apo zjarrin në forë reale dhe sinjalizoi stacioni zjarr fikse. Pra për t'i paraprirë rrezikeve nga zjarri. Kjo do të bëhet në Libohov, bëhet fjalë për pjesën e qytetit Libohovës dhe po themi një pravishës, ndoshta. Dhe do të ndërtohet gjithashtu dhe një stacion monitorimi ajror, janë 2 pajisje dron me inteligjencë lartë, të cilët kapin ose konstatojnë vatra natën dhe ditën për sa i përket vatrave të zjarrit dhe rrezikshmërisë. Do të jetë një stacion monitorimi online, i cili do të montohet në pikat të data dominante që janë këto antena telefonike kryesisht që kanë dhe diapazion të gjerë për të parë fushpamje. Për të minimizuar rrezikun nga zjarri, pra për monitorim real, pra zjarr fikse që ka Libohova, do të ketë një ekran monitorimi dhe një sistem të integruar shumë praktik në fakt, ku do të ndjek në forë reale territorin e Bashkisë Libohovë për të monitoruar nga zjarri. Qëra që është ndihmë e madhe dhe bëhet e pararojë është për herë të parë në Shqipëri që aplikohet gjë të tillë, sepse sektori zjarrfikës nuk është mbështetur, kemi realist, ata probleme me mjete shumë të kufizuara ose pa mjete fare, shumë shpeshë për këto situata që kanë në zjarr. Ka ardhur vlera e para financimit, sepse ky projekt, këto projekt, në fakt monitorohen nga SASPAC, është agjencia e fondeve të huaja në varësi të kryeministrisë, e cila monitoron hapasapi
veprimet që bën institucioni. Në fakt, për të dyja projektet jemi me vonesë, për shkak të problemit që ka pasur me financat që edhe ju e shprehtu, dhe pritës së vërtetës, ka pasur lëvizje të financierëve dhe mos raportim në kohë ose reflektim në kohë qoftë të sjelljes vendime ose vendimarrjes së duhur për të zbatuar në pas edhe të reflektuar në buxhetin e bashkisë. Dhe në këto kushte duhet që ta mirëtojnë në këtë fazë me qëllim që të kapen afatet, sepse jemi jashtë afateve. Ne jemi 2 muaj proces në zhvillimin e procedurave për sa i përket rekrutimit të punonjësve apo pajisjeve. Siç e thash, për pajismarrët do të blen pajisjet, këto pajisje përmenda pak shumë. Sigurisht do të ketë edhe punë ekspertize, siç janë gjithmonë në projektuara. Kjo të kisha unë në ndihmë të kolegës Adës dhe në respekt edhe të tuaj. Ishte shumë kënaqësi, shumë marrëdhënie. Maxi faleminderit për prezencën dhe për asistencën që na ke dhënë. Faleminderit. Po nuk e di çfarë pyetësh kanë në shita. Në atë 15% që do ambulon. Atëherë po, ta sqaroj. Në të gjitha rastet, projektet e huaja të Bashkimit Evropian, të gjitha bashkimet e Shqipërisë, nuk shtohet buxhet nga buxheti i institucionit. Ajo që bëhet është quhen fletërez ose timesheet, janë punë, orë pune, pra gjatë ditës vjen një grup pune për këtë çështje, për këtë projekt, për zbatimin e projektit, sigurisht një stafë të cilat janë në bashki se nuk ke mundësi që ti marrësh jashtë në bazë duhet të ti paguash. Po flas për stafet e brendshme. Krijohet një grup pune me jurist, me specialist shumë radhë. Dhe në kuadër të këtij grupi pune, firmosen disa fletërej quhen, pra orë pune, që janë nga 2 orë në ditë, 1 orë, 2 orë në ditë, pra 6 orë punon për pjesën po themi administrative, 2 orë ku angazhohet për projektin. Dhe këto janë si justifikime, raportuese, pra nuk paguhen para kesh, por i thuhet që me pagën që ka paguar punojësin, ai ka punuar dhe për këtë. Më kupton dhe është 100% e justifikueshme dhe ligjore. Kështu që nuk ka shtesa buxhetore, kjo është kategorike. Nuk në Bashkia e Litovës, në këtë rast po dhe Bashkia e Pernetit dhe Bashkia e Përnetit po themi që ka shumë projekte dhe ata dhe Gjirokastra gjithashtu. Nuk është se shtojnë buxhet nga, thjesht bëhet ky justifikimi i cili pranohet dhe nga pala e Bashkimit Evropian, e dinë ata, në këtë pjesë që ne nuk kemi mundësi financimi. Se mirë do ishte që vetë ata merren në lek me të drejtën kush punon e angazhohet për punë tillë. Por kur s'jam mundësi nuk jam ju këtu po diskutoni për shtesë dhe shumë e vështirë, jo më të shtosh akoma financimin e tjerë. Faleminderit. Me shumë qërë. Po, kush ka paqërtësia për pyetjen e shqiptarët në adresën e shpjegimit që të Shqipërisë për të ndryshuar ose për të ndihmuar faktikisht dhe për të zbatimin e këtyre projekteve. Njëri për të cilën ne diskutuam në ndërlidhjen e parë, ne kërkuam relacion shpjegues për gjithë këto bashkëlidhje të këtij fondi në buxhetin e shtetit që nuk është nga Bashkia, por është nga Bashkimi Evropian. Lidhjen e ato paqartësi që ne shprehëm në ata, edhe pastaj do vazhdojmë të shohim. Ka ndonjë pyetje në këtë? Kam një pyetje. Po. Jere kam një pyetje. Po. Çka ka ndryshuar nga ky dokumentacion që ne erdhi herën e parë? Këtë projektin e Max. Si ne ndritëm disa shqetësime këtu që duhet të shkruajmë në dokumentacion që të shtesë. E dyta, do themi që fondi 15% i bashkëfinancimit do të përballohet në orë pune nga administratora. Jo kemi ne këtë drejt e administratorët të punoj falje, kurse pjesa tjetër e projektit do të marrë goxha financime dhe administratorët mos marrë as edhe një lek. Kostot e stafit të mine 16 zyre administrimi shumë. Tani, i bie që ne përdorim Bashkinë e Livollovës tani, të bëjt puna nga ri dhe pjesën e lekve, që janë këto çështjet e performancës, domethënë, pa efekte financiare i bëjnë këta, se këto çështjet e konkrete me efekte financiare i bëjnë të tjerët. Ka bazë ligjore kryetar që ti të bësh administrator në këtë lloj pune, një dhe dyta,
Ka rënë dakord administrata për të gjë, keni ndonjë kontratë për të gjë apo filluam me detyrim administratë po detyrojnë të bëjë këtë punë. Nuk kam një kontratë pune, e bëjmë me të tjerët. Me bashkinë kam një ato zyrën e financës atë. Dhe për atë do punoj, mua nuk më detyrojnë do ligjërisht të bëjë këtë punë. Dhe tjetra, si ka mundësi që vetëm e këto të klimë, marrin financime të uvojë. Së marrin e financim konkret? Të shpjegojmë pse. Apo janë qikë më të... Janë të atërë, të ta kuptosh. Shqipëria... Ora unë e kuptoj, po të që s'keni shkakuar juve pa. Unë e kuptoj që s'u atërë, që ta kuptosh, Rena. E kuptoj dhe një herë. Të lutem dhe një herë. Po ju e kuptoj. Kur s'do ta kuptoj në të kuptoja. Unë e kuptoj. Shkon çfarë faze jemi që të bëjmë përshkrim për kishën pak të prapa që thoshta se kuptoj. Duke qenë se Shqipëria është në stadin e parandarësimit, pra nuk është akoma në kapacitetet e duhura për të qenë lead partner, që do të thotë lead partner do të thotë drejtues projekti që të marrë vlerën më të madhe financimit dhe të përvesh realizime dhe konkrete. Pra jo vetëm dokumentacione, po themi apo vlerë vogla ose materiale të cilat janë dipse. Po për shembull, do të marrim Fire Smarterin, janë 90.000 euro janë vetëm pajisje. Pajisje teknologjike që ndihmojnë procesin e zjarfiksit. Nëse kjo është gjë e vogël, mua nuk do të fare gjë e vogël, sepse është një gjë që është luks për zjarfiksit që nuk kanë veshje, jo më të tjera. Do të sotim ta. Nëse 6 muaj. Po patjetër do të flasë. Nëse 6 muaj pas internetit. Atëherë, e dyta. Sa i përket postove që ndjen për 50%. Bashkia ka disa detyra, si specialistë e integrimit evropian paguhet për të realizuar disa detyra, për të ndjerë projektin për të punuar, për të jenë specialistë që paguhen. Nëse nuk zbatojmë këto, për çfarë paguhen në specialistë? Nëse kemi një jurist, dhe ne paguajmë për prokurorin publik. Sepse ka procedura prokurimi, por janë Tani, kretar, e bërë gëtut e këj projekti Klimaxit, të dhëtime 3.100 euro. Ata që kam përfitori, kanë të shumë për atë të bashkis? Edhe janë shumë patë në faktë. Po të grasër të kërëshë, se me shtë të ndjerë u të kërëshë. Kush që në udhëtim? Qenë stafi bashkisë. Kush? Qenë Arja, Shkaperi, stafi e Mishperis. Jo, vjenë shumë keqë. Undrës, nga vetëm kjedi, pse erda vetëm më shumë për të kuptuar dhe se erurë, sepse pashë që këmë ndërëqi, edhe është pak të... Ndërçka akoma. Ndërçka akoma, ka plot ndërç. Nuk ka moment, ka një mund në finansiri. Nuk s'ka moment, nuk s'ka problem. Edhe unë e shkidu që momenti i bashkisë të bëllon dhe i kështë. është shumë i matë për të shuar dhe i fund të qëdësia dhe të mund vazhdojmë o kretarë. Kush? Apo të presi krenarin të marrë Që ti nuk marrove? Po, marrua, po. Po çfarë vazhdojmë? Po nuk shpeti marrë. Ne kemi merë. Ka në impeditet në shtarë. Gjitha këto që shpjegodi samë, dhe në material që keni përpara, por dhe më njësu dhe nga ajo qasër të ishim dhe në pa. Në rekar kishim ishte 138.000 euro. 138 që nga dhe të varë. Që 138 e vajmon, tani me këmë 130. Se keni zogruar. A qenë lapsus. A që ka 38 ka qenë, se mai. Por nuk ka problema ka qenë lapsus. Në bjere letra e vjetërës në shumë është... Se keni ullu. Nuk është ullu, ka qenë lapsus. Hajë marveshje, mu të lezosh marveshje. Që ka qenë 138 kam rapuar. Do t'i referohet shkruar, relacioni që është paraqytur i referohet të marveshje. Jo, të bishim se na i muaj vetë. Ne ai është gabim, që se ngritën dhe ullën. është bëri lapsus, sepse ai Ma gabim... nuk gjitha një, Nuk e di, do shta kolege mund të ketë... Shikoj të letërën, se ke. Po më të ndosë është në një qëmërit. Nuk është pra jo, nuk
E ka fiksuar? 130 është buxheti maksimal, s'ka se Qose ka qenë grafuar sepse nuk mund t'i dalësh jashtë kontratës me kushte kontraktuale. Në që s'ka përputhje nuk jo në hapër ndesh. Tani detyrimet financiare kush i ka? Nuk ka detyrime financiare institucioni s'ka. Është grant, është përfitim, është fond i cili vjen si dhuratë nga Bashkimi Evropian. Tu thua detyrimet e Bashkisë Ligjore. Ku do të? Ato detyrimet e Bashkisë Ligjore, buxheti miratuar. Tani këto detyrime në vlerë monetare t'i kanë Bashkisë. Jo, kuptoj. Po se ke të shkruar dy punë. Nuk ka kështu bëhet, nuk është ashtu një. Do të thonë, Bashkia Ligjore s'ka rëndësi, shkurt. Bashkia Ligjore nuk ka detyrime financiare. Jo, absolutisht. Vetëm të rëshoj. Të vëshën e paguan shteti, shkarkon shteta e shteti, si do qëtë. E Pra të vëshëja paguhet, por e shkarkon Ministria Asasfagu, pra i kërkohet agjencisë. Se dhe për këtë rast dëgjon, nuk ka kupton. Bashkia e Ligjorës nuk ka likuiditet financiar. Më kupton? Dhe merr parafinancim është bërë për pjekje për të marrë parafinancimin, që është vlera 25% total. Kjo futet në kapitullin 02 pa që bëhet e përdorshme me qëllim që bashkia të zhvillojë procedurat se pa para nuk zhvillohet procedurën për qoftë për ekspertizën, qoftë për material. Në këto kushte i kërkohet bashkëfinancim shtetit shqiptar, i cili ta mundson bashkëfinancimin përmes sepse është aktuar një plan e një ditë që posaçëm për këtë çështje, sepse është shumë e rëndësishme që Shqipëria të tillë fondi nga Bashkimi Evropian, jo vetëm nga buxheti i shtetit, është porosi, jo vetëm me kryeministrin e ose po, vetëm po është prioritet qeveristar, sepse është një nga kriteret kryesore për të antarësuar. Përfshirja e pushtetit vendor ka shkime në procese pandemia apo projekte të cilat lidhen me Bashkimin Evropian janë detyrime të rëndësishme, janë kapitull shumë të rëndësishëm që ne të se si do integrohesh ti nëse ti s'ke integruar qytetarët, nuk i ke njohur me legislacion, nuk i ke njohur me projektet apo administratën, që të arrish nivelin e tyre. Dhe këto janë fazë paraprak, janë nikmëse. Kupton, jemi në fazën që ne nuk paguajmë para, por vetëm përfitojmë. Pastaj kur të hyjmë bëhem, do të bëjmë taksa, do të bëjmë historinë të tjera. Tjetër, kush ka pyetje? Isha unë janë të pyetje. Për sa i përket projektit Fire Smarter, doja të pyesja sa vite zgjat projekti? Ja të marrë një aktivitet. Sa vite do zgjasë projekti, pasi këtu nuk është tek generacioni, ndërsa për maksim është 2025-2027. Tek pajisjet, se zëri më i madh në buxhet janë pajisjet, është 15.000 euro. A do trajnohet staf i CRPX-ës apo i bashkisë e përdoret të pajisje pasi të mbarë projekti, apo do ketë një ekip asistence apo një ekip trajnimi për ta punojës? Para. Tek një pik e relacionit është që do hartohen planet të përbashkëta të menaxhimit të pyjeve në 7 zona me rrezik larg, me synim për të reduktuar ekspozimin ndaj zjarreve dhe për të rritur qëndrueshmërinë e pyjeve. Janë evidentuar cilat janë këto 7 zona me rrezik të larg, dhe a do realizohen vërtet planet të përbashkëta të menaxhimit të pyjeve ashtu siç i kërkon Agjencia Kombëtare e Pyjeve dhe Ministria e Mjedisit në mënyrë që të shërbejë bashkisë edhe për projekte të tjera, qoftë për pyesimin, qoftë për përdhënien me qira, për shfrytëzimin e tjera me radhë të këtyre pyjeve, a është pjesë e integruar kjo e projekti? Ja, marrë të shtatë dhe lutash. Osu che dietro sotto forse anche questo tani tjetër, këto pajisje që do klehen, do kenë kosto të ardhshme pasi të mbarë projektit, do kenë kosto për administratën e bashkisë, në mënyrë që këto të parashikohen në buxhet. Po. Dhe
Dhe pjesa tjetër. Pasi të mbaroj projekti pronësia e këtyre pajisjeve ku do t'i ngelet bashkisë. Atëherë s'pari, sa i përket afateve kanë filluar në janar të këtij viti. Pra, dhe bie nëse sipas planit të kalendarit të buxhetit që është hartuar dhe procedurët të zhvillohen, në fund të nëntorit mbaron gjithë procesi, po themi, i lidhjes kontratave me palët e treta. Nga kjo periudhë, sigurisht, sepse kjo është Finansi apo smart fare smart, të dyja mbarojnë shpejt, sepse kemi menduar që i mbarojnë përpara aprillit 2025, që është objektiv. Në fakt, kolegët ka filluar që në nëntori pra të thash që Bashkia e Janinës, Bashkia e Janinës dhe Universiteti, Janinës është tim lider. është tim lider. Është fakt për universiteti. Pra ka arritur fazën e podhëmit të fundit, ka instaluar dhe pajisje teknologjike. Pra partija që patën vizitën studimore, ata kishin mbaruar dhe fazën e fundit që ishte vendosja e pajisjeve dhe insistoj, sepse duhet të para letë që dhe ata të zhbllokohen, se tjetër si është konsorcium. Dhe konsorcium një të vonohet gjithë tjerë, dhe kjo është dhe problem. Së dyti, pra qëllimi është dhe do të jetë dhe realizueshëm fakt. Nga momenti që do të realizohet buxheti fillojmë me një procesin. Me asistencën e SASPAK për sa i përket procedurave, jemi në aspektin që është shumë problem. Së dyti, për sa i përket pajisjeve. Pajisjet më përmendet buxheti postove mos gaboj çfarë përmendet? Pasi të parë projekti. Po të bësh llogari, se sa eficient është vendosja e pajisjeve dhe monitorimi digital, punonësit të MSSH-s i kursejnë shumë para se sa të shkojë atje apo të sepse është monitorim digital. Kjo është eficient shumë e lartë. Ai e ka ekranin të ketë ekranin dhe zyra zë dalazia s'ka nevojë të dalë. Mjafton të lë kamerën që është gjë shumë interesante, në fakt është shumë e bukur. Së drejti, plani bashkëtrimit do të bëhet bashkë nga Agjencia Kombëtare të Pyjeve të Varësisë të Ministrisë Mjedisit, që ishte në pjesë e takimit, dhe diskutuam dhe për bashkëpunimin dhe bashkërendimin e stafet e tyre. Me qëllim që të jetë ishte i bajë shumë mirë, këshilltari e dieti, rutina, hope, çka di. Si e mirë. Në kuptimin e profesionit. Kështu që ishte shumë bashkëpunuese do të them dhe ishte shumë e gatshme për të ndërvepruar në raport me këto plane dhe këto materiale që do. Stafi patjetër do të trajnohet në detyrim në shkush, do të ketë dhe i manual përdorimi të gjithë kësaj pakete. Sepse kjo është një pjesë, por kjo mund të zhvillohet, pra të shtohet, pra duke pasur. E para një është projekt pilot, është bëhet për parë në Shqipëri. Është shumë interesante për faktin që bëhet për parë në Shqipëri. S'ka teknologji digjitale fare smart në Shqipëri. S'ka asgjë në fakt, tha 3 vitet e fundit që po ja. Në Maqedonia pjesë. Pra janë gjëra risi, dhe është fat i madh të drejtën, sepse do të kisha shumë rëndësi, dy projekte kam mundur të fitoj me Bashkinë e Velenës. Nuk i kam ato specifike, ishin shumë interesante këto të drejtë, se kanë shumë vizibilitet, kanë shumë besueshmëri dhe unë kam zbatuar, se nuk e dia keq, me apoduktin që kam vërtetuar pjesën e hyrjes së apoduktit. Kam marrë për pjesën tjetër është apodukti i Liparit që është bërë. Është objekt më tani, fishat të cilat ne aplikojmë që duhet sjarë pa kanale. Ne o kanale kemi shumë të vegjë dhe nuk e kemi luksin që të zgjedhim atë që duam, dhe që shumë ka e para shkjo. Dyta është që nuk kemi kapacitet dhe njëzore që kupim trajnë e planifikimi buxhetor, po të ishte projekt shqiptare e dim se qa ke nevojë të bërë një kanal në një pastrim rezervuar në një gjë që ishte shumë domosdoshmëri. Për këtë se nuk e kemi kapacitet dhe varim gjithmonë nga ata që janë kryesorë, që janë grekët me rastin tonë, sepse ne ata ndërveprojmë shumë, si e nuk. Ata patjetër që pjesën më madhe buxheti merr për vetë. Nuk po të shkojë buxhetin bashkëri mos kam pak aty buxhet. Por ama si fillim nuk është keq, sepse para herë është eksperiencë për administratën, sepse nuk pari do të thënë nuk është herë parë që do të zbatojnë projektin. E dyta është granti, dhurata Bashkimit Evropian, që është fat i madh në kuptimin që ti s'po ke lekë të blej betonier. Si mund të shtosh të 200.000 euro në buxhet apo 100.000 euro. Kemi po s'pojmë blej këtu. Dhe ato gjysma nga grandi, gjysma nga Këtu do përmejgjë të nga, një sa një ka bashkënë nga Me greku në regulojnë dhe të bëjmë të dhëndër i greku. Një pyetje. Po. Kur miratuan buxhetin, ne nuk jam dakord dhe faktikisht në administrata e zgjon një zgjidhje
për si qëtë për mbarështimi kullosor të Planë e mbarështim? Ne. Planë e mbarështim. do shta ajo ka të bëjtë me këtë? Sepse ka se këshilli nesër, atë sa si lepë, e merë dhe hekë dhe e hedhe një investim tjetër, dështon këtë projekt? Jo, absolutisht. Mund ta koordinojmë, në momentin që ne do ta provojmë, nëse shikoj, ta kuptojmë me shumë ishim atekte, se që ne shumë interesante. Nëse bashkia ka bërë një plan buxhetor për të financuar një program mbështetje. Po ka plan, po s'kishe si bënde ca lekë i hodhi i kuri në atë zë. Po s'ka që mund t'i heqë bëjnë një blerë tjetër, sepse ne atë... Të po të them, mos ndoshta ne jemi të ndikuar me këto kushte që në rast se ti do të fitosh një projekt të tillë, ne kemi fituar, kemi të zbatuar dhe ne kemi zbatimin tani. Ne jemi vetëm onestë. mua më vjen mirë që bashkia i kodë 100 vjet para realitetit. Jo, unë flas për këtë. Po ndajte mos se këto vin për pas 1 vjet do vinë në çfarë. Ky është një fakt të shumë. Edhe që për shumë. Ky është më shumë më pak, sepse Dgjoj, mua kjo më duket interesante. Do të mos futemi. Kjo e dyta më duket interesante. Dhe më duket aq interesante sa as pak interesante më duket projekti i parë. Ne ta kuptosh projektin e parë. Projekti i parë, Sepse ti na folë shumë për këtë projektin e dytë dhe do të kalosh të dy me të pari, por e kam hobi të konzervë, po të duke me si projekti Rodina, si e ajo, si ke i cemi? Një gjashtë. Me që se janë pak oso financiare e admiratojnë që si ka problemi që mos dali nesër dhe kërkojmë që u blokuam do të duhet e këtë, blokuam të duhet e këtë. Dhe jemi të qarë. Ose pasaj ku që jemi ne, ku të vjetë shkuaj ata të parë në e ka një që të duhet e këtë. Jo, që të raportonë ishë në harmonit plotë, sepse dhe arda projektës së vërtetës për parë, dhe këshimi vetë të gjithë kolegët për një për parë që një projekt të kësaj natyre që është financimi huaj, nuk është se kam batuar dhe... Që e tu arda si ne vajtë të dy orë që po në fletë unë prapë, që të fletë nga fillim prapë zonë Norveshje. Këto është e këshimi vitë, po të ullë dhe ju, unë ma filmi ka. Për në vëzë me diabet më të këtë e ka Ma sheshë nuk ishte. Po që e drekë, po kërë. Ajtë kërë të drejtë se faktë, drejtë kanë në s'kemi nga së njësë. Nga së njësë, Që ka më të i ftuar? Jam në polisi. Që e drek pune? Veç që mërë të shtosi në një. Leze për humor, jemi bajtë. Ikë të vazhdojmë. Bëj një pyetje të fundit në Sandit dhe më mandon me do të Merci. Ti vetë personalisht çfarë për ti tonë projekt. Po vetë personalisht... Ku tregojnë gjyna dhe para... S'ka si Ti e visi të tregojnë me atë specialisa ja prem në mesne. Do vi shumë më? Sot të nxjeljash? Ikë. Jo. Periuta, dhe përgjigju... Unë ka përri marvesh njërë. Jo përgjigje rezultat. Jo, sinqert. E kemi fikur kamerë. I kam thënë për dalë të fjarë. është prezent du për mbjellje publike. I kam thënë, në qoftë se Fire Smart, të projektin e dytë, se ky planet pari ka shumë vështirësi për zbatim sepse partneriteti është shumë i gjerë dhe kushtet janë shumë të vështira. Momenti që ngecet procesi është në dëm të dyja palëve, si atyre që financojnë, si neve që jemi pjesë e procesit. Sepse këto dokumente auditohen, ka kontrollit atë shtetit dhe nga është një OLAF, quhet një strukturë e posaçme e Bashkimit Evropian që kontrollon fondet e saj. Ata vërtet, kjo e klimaksit pak, nuk kërkojnë dokumente për sa i përket procedurave, se thotë është përgjegjësia jote. Ti mësolle produktin, nuk mësolle aparatin, kupton? Por ama, është detyrimi institucional i gjorë, sepse në program quhet Horizon Europe, është për herë të parë Shqipëria është futur në 2022 të programi sa me zgjerohen dhe programet për financimin e Shqipërisë. Dhe këtë tash është fati madh që ta kemi eksperiencën për të parë. Ndaj ne shpesh ka pas dhe konfuzitet me anën kolegëve se si është kjo dhe se si mund të zgjidhet. Sepse dhe procedurat e programit bëhen me pra është legislacioni evropian e zhvillimit të procedurave, është shumë i ngjashme. Është një pak më shkurt. Më shkurt të pyetja e përjashtimit. Unë dua të sqaroj ta atë. Zero shifra. Unë kam ardhur, se këta duan të bjen sa më shkurt, se duan të kapojnë. Ta nuk duan që ne ta... Funksionë ta në që funksionon jo, unë si funksionon jo, unë të të ligje.
Bashkia e Lipovës ka kërkuar ndihmë, asistencë institucionale për njerëz të certifikuar të specializuar në fushën e projektit tuaj. Unë jam zgjedhur në këtë mes jeni. Po, më ka kërkuar, mos ka deleguar kryetari Gavosako, më ka thënë, po kemi të certifikuar atë për çështën e integrimit të fushës aty. Po. Kjo është Mirë, nuk shfaqe. dhe i kam mësuar, nuk është se do vazhdojmë me këtë histori. Se nuk vazhdoj dot, se kam konflikt të Përgjigja e sa të dice që përgjegjësia ime më shumë është përgjegjësi morale dhe shoqërore, se sa është përgjegjësia morale. Këtë e kuptova që gjatë gjitha nënçimit unë do propozoj vetëm për oratorinë që ti na e shpjegove në mënyrë serioze. E ke mësuar se duhet të mundë se vate kaq kohë. Jo, nuk, unë shkoj. Unë moderator. Një vretje kam dhe sot të thënë që nga janari deri më sot në Korik, ke qenë shumë lartë. Pse s'ka rëndër para që ta këshën bërë që më shpejt? Shumë e drejtë kjo që thua, po të menduam sepse të thash, ka pas një problem me financat këtu. Dhe do kishim performansë më të mirë dhe si më të mirë në Bashkimin Evropian për Lipovë. Jo, do të themi që. Ja të ta shpjegoj pak, më lejo. Edhe këtë do shpjegosh? Po tjetër nuk është se fajsoj financën, por çështja është këtu. Personalisht, në bashkim ku punoj, ka një drejtor financë që quhet Spiro Kora. Në momentin që unë qoj vetëm një relacion, pra e vënë ndjenime një kontrakt, ai e ndjek për procesin sepse ka ndjenjë. Tu ka pas ndryshime të shefëve. Spiro Kora ka qenë kone kolerës atë. Voja e Spiros është me sy mbyllur ta jep atë. Po pra, se unë ka kam të parë. Tani duke u parë se tu nuk ishte me sistemi. O, Majduka, Po pse më thon? Tash ke fal. Se ti lo vai qua per caffè, care zic se doam pușin de da, pa. Grici temperatură, Noi pușina dajăm se că mi acolo probleme. Dar noi sunt jurul mulțumit adieu, também s-am știut. Po. Kada je gjetën pa qartësi se sande sa më shumë fytje të bëni, aq më shumë impenjoni për të mësuar në gjigje programisht. Kanë edhe gjendën në shtat. Edhe një pyetje të fundit sande që më ngre dhe një. Që nga janari deri më sot, ti çfarë ndryshime ke pa në bashkimin tonë me këto dy projekte të che partisse deve essere sicuramente una dai luani popolari dhe jo nuk një do të jem shumë i sinqert në raport me të gjithë ju, në raport me profesionalizëm. Për shkak të mos kuptimit të interesine vetë, si në aspektin e zbatueshmërisë, si në aspektin e raportimit, si në aspektin e hartimit të dokumentacionit dhe procedurave. Ka pasi kompozitet shumë të madh, po kupton? Dhe ka pasi ndjecje. Unë kam qenë ndjenik shumë në fjalë, dhe kemi diskutuar në distancë. Dhe i thash, që ta zgjidhim të punë lejonit është që të vijë të sqaroj dhe këshillin dhe stafin, por duhet ta bëjmë shkretëtare se mos jam pjesë e institucionit. Mua më paguam bashkiet e Belenës ku ndi punën Lipovë. Se do ta jorëtim. Ti punon çdo ditë. pjesë e krijuar me një. Kështu që unë e kam caktuar, nëse unë do angazhohem të punoj, nuk do të bëj kontratë kombëtare për respekt kryetarit dhe për respekt Lipovës, sepse realisht do shumë mundem dhe xhiron bazike ta bëni këtë, unë e bëj Lipovën do bëj Eurocancë, ecën. Sepse çetin e parë që jam hyrë me Lipovën, kam një muaj kam bërë shtitje, kam parë gjithë fshatrat, domethënë gjithë monumentet, gjithë objektet dhe kam fotografuar gjithë çka kam mundur unë, domethënë me dëshirë e madhe sepse ky është një qytet që e identifikon Shqipërinë. Është një qytet që nga bën krenar gjithë dhe Lipovë. Thonë dhe t'i gështohesha shumë sinqerisht atë këtë. Kam marrë dhe energji personal sa kam mundur, në kushte konfidenciale qoftë në raport me deputetët ata që unë jam. Dhe për ta lënë Lipovën në qytet sepse me këto 10 qytete ka Shqipëria, që identifikon Shqipërinë, nuk ka 11, kupton? 10 qytete ka, një ndër to është Lipovë. Me emra të mëdhenj, si në shkencë, si në të gjitha fushat. Në mendoj që Lipovë pa Eurocastra, pavarësisht se koha e ka dashur të fundit. Pasa një të ndërë. Mendoza, ka shpindje se ashtu ka qenë. Po, mirë, faleminderit.
Ka në një aso më akceptar? Emin. Jeni dakord? E shikoj që edhe ky është me opozitën, sepse u kapte konfuziteti i administratës. Zerën e politike, djelose. Po, dhe atë janë duke të kamë partitë. Kush është dakord me propozimin për ta miratuar pjesën si mbas të pjesës? Dakord. Kush është dakord? Kush është dakord? Dhe nuk le Të dyja. Miratore. Shumë faleminderit për asistencën Aleksandr. Krajsi. Sandri. Nuk kemi eksperiencë, ashtu që mund të O Sandri, mos harro se gjithë pjesën që ti referove këtu e kemi të incizuar. Pa të diskutim. Se do ta kërkojmë impenjim me vonë tani. Do bëj një kontratë të detyruar. Do shkëllë. Nuk do të marrë me finanse, që bura re që nuk kemi mundësi financiare, me benzinë dhe ndoshta. Shiko, në momentin e kompozitetin e hoqë. Tani pjesën tjetër pa lezojmë pas. Faleminderit. O kretar, ndërjet. O Sandri. Jo, Sandri e mbil me sa. Mbil me sa. O këto. Hajde, nuk i bëj fjeti. Sandri e mbil. Se cili ka mendimin e Janë dy projekte mendimi ti. Si projekte të shkruara. Mund të janë në dispozicion dhe shkollave që merren me janë Është pjesë e projektit, pjesë e projektit. tjetër për projektin Alzheimer. Jo, fondet për mjedisin dhe finantatimi janë një Thjesht ne kemi datë të cilin fond. Dakor, po si projekte në një hartimi, procedura në një tjetër. Ato mund të organizojnë të japë finansim, me të bëjnë me të realizojnë Covid-ën, të organizojnë një sesion të plot. Njërë e gjysëm, çfarë projekte huaja, si hartohen, si aplikohen, si menaxhohen për një tre hartore e hartënisim, se unë kam pjesë të menaxhimit. Po ju thënë. Arroba,